Vera e bardhë mund të ulë rrezikun e arrestit kardiak. Konsumimi i verës së bardhë dhe shampanjës, frutave dhe shmangja e shtimit në peshë mund të reduktojë rrezikun e arrestit kardiak, thot një studim i ri. Ekspertët thonë se mira arreste kardiake mund të parandalohen duke rregulluar stilin e jetesës. Konsumimi më i lartë i shampanjës ose verës së bardhë, më shumë frutave, humori mirë, ruajtja një peshe të shëndetshme dhe kontrolli i tensionit të gjakut mbrojnë ndaj arrestit kardiak. Studimi tregon se personat më të arsimuar kanë më pak gjasa për arrest kardiak, ndërsa gjumi i keq dhe mungesa e aktivitetit fizik janë shkatrues. Arresti kardiak ndodh kur zemra ndalet papritur, një situatë emergjente që ndodh pa paralajmërim. Pacienti rrëzohet dhe është në gjendje të pavetëdijshme, nuk merr frym normalisht ose s'merr fare, pa ndim të menjëhershme vdes. Studimi i publikuar së fundmi identifikon 63 faktor risku të lidhur me arrestin kardiak dhe thot se 56 mund të shmangen. 56% mund të shmangen. Në studim u përfshin 5294 persona të moshës së mesme dhe të vonë. Prej tyre 3147 kaluan një arrest kardiak gjatë një periudhe 13.8 vjet. 56 faktorët e identifikuar përfshin stilin e jetesës, statusin socialo-ekonomik dhe mjedisin, duke e lidhur me ekspozimin ndaj ndotjes së ajrit.